Policia e Tetovës ka shoqëruar në stacionin policor 31 vjeçarin LD nga fshati Bogovin e Tetovës, pasi në shtëpinë e tij gjatë bastisjes është gjetur një qese prej plastike me bim të gjelbërt me siguri marijuan, një pako me far të kësaj materie, një kuti të cigareve me fidane të ndryshme, 10 gota të plastikës ku kanë qenë të mbjellura 7 fidane në lartësi prej 15 deri në 30 cm dhe mbetje tjera nga materie të panjohur, njofton Policia e Tetovës. Gjithçka që është gjetur është fotodokumentuar dhe me vërtetim është marrë për analizë, ndërsa LD është arrestuar. Pas arrestimit është zhvilluar bisedë informative dhe në konsultim me prokurorin publik është lëshuar. Pas bardhjes së të gjitha detajeve, LD do të përballet edhe me padi adekuate, njofton Policia e Tetovës. Aksioni është zhvilluar të hënën pasdite në kuadër të aktiviteteve për zbulim dhe sanksionimin e personave të cilët janë të involvuar në prodhimin dhe lëshimin në treg të narkotikëve dhe substancave të tjera.